Dhoma Amerikane e Tregtisë zhvilloi një takim me bizneset ku janë diskutuar hapur problematikat që këto të fundit hasin në përballjen me administratën tatimore. Përfaqësuesja e dhomës amerikane Alketa Uruçi u ndalte domosdoshmëria për ndërhyrje të menjëhershme në legjislacion pasi praktikat që po ndiqen janë të gabuara. Praktika e administratës tatimore është e gabuar në shumë çështje të ligjit për TVSH-n. Unë do të përmend vetëm 2 raste që janë të njëjta në zbatimin e gjithë rasteve nga ana e administratës tatimore. Së pari rimbursimi i TVSH-s për rastet e investimeve. Rasti i dytë që dua të përmend është rasti i shitjeve nën kosto. Nga ana tjetër, kreu i tatimeve tha se administrata tatimore është duke punuar tashmë për një harmonizim me praktikat europiane, duke bashkëpunuar dhe me agjencinë suedeze. Në lidhje me tatimin dyfisht, patjetër, domethënë në të shkuarën ka pasur problematik për faktin sepse duke ardhur nga krau i biznesit, pra si konsulent, gjithmonë ka pasur një vështirësi për të ndjekur tonë në kohë. Për këtë arsye u zhvillua një sistem i cili tashmë është live dhe kalon pra i detyrueshëm në 1 janar, pra çdo gjë do bëhet vetëm me sistem, pra gjithë aplikimet do ketë një vizualitet dhe një ndjekshmëri më të thjeshtë dhe më të kollajshme për tatim pagues, por qoftë edhe për administratën tatimore, për gjitha çështjet e tatimit dyfish. Në fund, Binaj komentoi dhe paketën e re fiskale që do të nisë zbatimin në fillim të vitit të ardhshëm, duke bërë prioritetin numër 1 të institucionit. Paqja fiskale ishte një premtim gjatë fushatës, të cilën qeveria është duke implementuar sikurse ajo e premtoi. Patjetër, thash është një qasje për të ndihmuar biznesin, i cili gjithmonë ka kërkuar që të mos kontrollohet nga administrata tatimore për faktin e kohës që merr, kostove që ka kjo gjë, dhe kjo është domethënë një ofertë pra që i bëhet nga qeveria biznesit për ata që nuk duan të kontrollohen dhe janë gati të bëjnë pagesat që kërkon buxheti i shtetit për të plotësuar mbledhjen e të ardhurave. Në 10 muajt e parë të vitit, administrata tatimore ka arritur të sigurojë për arkën e shtetit 413 miliard lekë, duke mbetur shtylla kryesore të ardhurave për buxhetin.